Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të Festa në Kumanov dhe televizionit Uskana në Karçov. Ja sërish po paraqitemi me një epizod të ri të podcastit Fol të televizionit Festa. Jemi në vitin zgjedhor të zgjedhjeve lokale në vendin tonë. Sonte mysafir kam zgjedhur një kryetar që është së paku rezultatet thonë se është deri tash ka qenë i suksesshëm, mirë po këtë do ta shtjellojmë gjatë minutave vijuese dhe do të shohim se çfarë ka realizuar e çka nuk ka realizuar nga të gjitha ato premtime që ka dhënë para gati 4 viteve. Është pra ky kryetari i komunës së Likovës, zoti Erkan Arifi. Zoti Erkan, mirë se erdhe në podcastin Fol të televizionit Festa. Ju falenderoj nga zemra për ftesën e juaj dhe besoj që do të kemi një bashkëbisedim të këndshëm për të gjithë teleshikuesit e televizionit Festa. Edhe të Uskana. Edhe të Uskana, mos të harrojmë. Po. Kryetar e përmendën në fillim se jemi në vitin zgjedhor. Mirë po, para se të kalojmë në atë temë, unë do t'ju kisha pyetur se cili është rrugtimi juaj në politikë dhe deri tek ardhja në krye të komunës së Likovës për të marrë për 2 mandate rresht postin e kryetarit të komunës së Likovës. Si i ri ke pasur pretendime për të marrë me politikë? Duke pas parasysh kohën në të cilën jetojmë dhe pasi më kthyehet 7 vite para se të kandidohem si kryetar i komunës së Likovës, kishmi aktivitete të ndryshme në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe një ndër aktivitetet të cilët i kishmi për forumin rinor për zgjedhjen e degës në komunën të Likovës, për zgjedhjen e të gjitha këshillëve vendor dhe ishmi në fazën e cila kërkoj ke një angazhim të jashtëzakonshëm dhe në bazë të bisedimeve të ndryshme, anketave të ndryshme në territorin e komunës tonë, nga partia në të cilën unë i takoj, u vendos që unë të jem kandidat në vitin 2017 i Bashkimit Demokratik për Integrim për kryetar të komunës së Likovës. Dhe pastaj në vitin 2021 në mandatin e dytë, duke pas them nevojën dhe kërkesën e banorëve të komunës tonë, u kandiduam me vetëm qëllim që projektet të cilët i kishmi realizuar, projektet të cilët i kishmi në proces, t'i përfundojmë dhe komunën e Likovës ta ndryshojmë në fizionomin të cilën e kishte dhe të jetë një komunë të cilën e do çdo banor i fshatrave tonë, dhe besoj që me angazhimin të cilën e kishmi, me angazhimin dhe përkushtimin e administratës së komunës, këshillit komunal, bashkësive lokale në territorin e komunës tonë, shoqatave jo qeveritare të cilët gravitojnë në komunën tonë, arritëm që të bëjmë projekte shumë të rëndësishme, duke i aprovuar në debate publike dhe duke marrë dritën e gjelbërt nga këshilli komunal, dhe kështu që komuna jonë ka një sipërfaqe të jashtëzakonshme dhe dikun rreth 284 km2. Ne kufizohemi me Republikën e Serbisë në vendbanimin Llojan Miratoc, pastaj në pikën kufitare me Republikën e Kosovës, Bellanoq Stančić, me komunën e Araçinës dhe me komunën e Kumanovës, ku kemi shumë territor, kemi mbi 22 vendbanime në territorin tonë dhe kishte shumë nevoja të cilët ishin projekte elementare të jashtëzakonshme për të përmirësuar jetën e qytetarëve tonë dhe kështu që mendoj bashkarisht arritëm që të realizojmë shumë projekte në interes të banorëve të komunës tonë. Dhe kemi 7 shkolla fillore, së bashku me ata periferike, kemi shkollën e mesme komunale, e cila mban emrin e herojit ton, Ismet Jashari, komandant Kumanova,
dhe arritëm që të hapmi edhe një drejtim edhe atë shkollën e mesme të mjekësisë, drejtimi për motër medicinale, e cila ka qenë ëndër e kahmoqme banorëve të komunës tonë, të cilët më herët u dashke që të shkojnë në shkollë të mesme të mjekësisë në Prishtinë, në Tetov, në Shkup, pastaj në Kumanov më afër dhe arritëm që të hapmi këtë drejtim në komunën të Likovës. Kemi 2 qerdhe në territorin e komunës tonë, edhe atë qerdhja Rrezja në fshatin Orizare dhe qerdhën Valbona 2001 në fshatin Mateq, që hapëm këtë vit, e cila qerdhe mban edhe emrin e martirës dëshmorës së kombit, e cila ishte në atë moshë për të filluar në qerdhe, dhe ajo ra dëshmor në vitin 2001 në luftën e ushtërisë çlirimtare kombëtare, dhe mendoj që bashkarisht dhe mënyrë të unifikuar mund të bëjmë punë të hajrit, punë të mira në interes të qytetarëve të komunës tonë. Unë faleminderoj nga ekrani juaj banorët e komunës tonë, të cilët kanë një zemër të madhe dhe me të cilët kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm në çdo projekt, në çdo takim të cilët e mbajmë në të mirë të banorëve të komunës tonë. Kryetar, bat një letër njoftim ashtu mirë të komunës së Likovës, si për pozitën gjeografike, kufizimin, arsimimin, infrastrukturën e krejt. Një pyetje para që do të ndërlidhem me atë të parën. Je pishman që e fut ndonjëherë në politikë? Në qoftë se i analizojmë rrethana të ndryshme ku jetojmë, është shumë vështirë që të jesh në politikë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por patjetër duhet që të sakrifikohet, duhet të mundohemi se kemi borx atyre votuesve të cilët na dhanë verdiktin në vitin 2017, të cilët na vërtetuan me një mbështetje absolute në vitin 2021, edhe ajo gjithherë më mban sikur që kam një amanet nga banorët e komunës tonë, dhe ju kam borx natë e ditë që të mundohemi për të realizuar projekte të cilët janë me interes, dhe ato banorë meritojnë shumë e më shumë, për arsye se ata kur është dash të sakrifikohet në vitin 2001 për të ndryshuar kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, ata dhanë gjithçka dhe shumë çka nga vetja e tyre, dhe për atë arsye unë shpesh them nëpër ekranet televizive se komuna e Likovës, banorët e komunës tonë, fshatrat e komunës tonë janë të shenjtë. Ata gjithherë kanë dhënë shumë çka dhe gjithçka nga vetja. Për atë arsye duhet të jemi të përkushtuar në maksimum që të realizojmë projekte të ndryshme, të ndryshojmë jetën e qytetarëve tanë, duke i ofruar mundësi dhe kushte sa më të mira. Ndërsa unë si kryetari i komunës së Likovës besoj se jemi të hapur për çdo qytetar. Edhe atë duke filluar çdo javë, çdo ditë të enjte, kemi takim të hapur me banorët e komunës tonë, të gjithë banorët të cilët mendojnë që duhet vinë deri te kryetari i komunës së Likovës për të dhënë ide të ndryshme, propozime të ndryshme, sugjerime të ndryshme, vërejtje të ndryshme, djerti kanë të hapura çdo të enjte të javës, po edhe ata të cilët vinë jashtë ditës së enjte, mundona që asnjë banor, asnjë qytetar mos ta kthejmë mbrapsht, ta takoj, të bashkëbisedojmë, edhe të shohim mundësitë të cilët na japin ligjet pozitive për të realizuar kërkesat e banorëve tanë. Nën kupton kjo që do të kandidosh edhe mandatin e tretë? Kjo varet nga partia, nga Bashkimi Demokratik. Kjo nuk varet vetëm nga unë. Të them sinqerisht, në qoftë se pyetëm unë, atëherë kam tjetër përgjigje, por duhet të ndëgjojmë edhe banorët e komunës tonë. Pikës pari unë mendoj se do të unë personalisht të ndëgjoj vullnetin dhe kërkesën e banorëve të komunës së Likovës, antartë e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe partisë dhe liderit Ali Ahmetit, të cilët unë i takoj. Kryetar, i kemi ende në kujtesë të gjitha premtimet që i ke dhënë para 4 viteve gati, respektivisht diku në shtator të
para 4 vitesh, 2021 atëherë ishën, Po. sa keni arritur të realizoni nga të gjitha ato premtime, si në rrafshin e infrastrukturës, në arsim dhe në të gjitha porët ku qytetari i ndihen ato. I gjeni kënaqur në përgjithësi me të ato realizime? Duke pas parasysh kërkesën e kahmoqme të banorëve të komunës tonë, të cilët projekte kanë qenë të patjetërsueshme që të realizohen, ne jemi mundu dhe mundohemi çdo ditë me përkushtimin më të madh që ata projekte t'i realizojmë. Dhe në komunën të Likovës sot, në qoftë se e vizitojmë, shohim se të gjithë rrugët regionale janë të kryera dhe janë të përfunduara me përkushtimin e komunës e Likovës dhe agjencionit të rrugëve, të cilët çdo ditë i kemi kërkuar, kemi lobuar, jemi koordinuar që ato rrugë regionale të marrin një pamje dhe një formë krejt ndryshe, dhe sot i kemi të gjitha rrugët regionale të përfunduara në territorin e komunës tonë. Rrugë lokale të cilët kemi në komunën tonë, i kemi përfunduar në shumë fshatra, ndërsa në proces e sipër jemi të rruga lokale prej fshatit Orizare, në drejtim të fshatit Slupçan, deri të shtëpitë e fundit, rruga që shpihen për në fshatin Vaksnic, pastaj rruga lokale në fshatin Vaksnic, në mbërësi të fshatit Vaksnic, që e kemi në plan të vitit 2025, rruga të shkolla fillore Fajkunica, deri të varrezat e fshatit, rruga prej qendrës së fshatit Orizare, në drejtim të mahallës së epërme apo të ish-kryetari Vajt Saiti, rruga prej të Blerim Marketi, në drejtim të qerdhës së fshatit Orizare, në fshatin Likov rruga Theranda, në fshatin në Kushtak të gjitha rrugët e mbrëmshme të fshatit që të asfaltohen, dhe me këtë investim, me këta projekte të cilat janë aprovuar, i përfundojmë të gjitha rrugët lokale në territorin e komunës tonë. A në qoftë se fillojmë t'i numrojmë ato rrugë lokale të cilat i kemi realizuar, edhe atë nga rruga lokale, nga fshati Nikushtak në fshatin Vishtic, të cila ka qenë rrugë e kërkuar shumë herë nga të dy bashkësitë lokale të atyre dy fshatrave, thuajse ishte e pakalueshme ajo rrugë, të dy rrugët kryesore në fshatin Vishtic, pastaj rrugën në fshatin Mateq, nga posta e fshatit në drejtim të mahallës apo rruga është të quajtur rruga e Dëshmorit Mevludin Mehmeti, kemi vazhduar në fshatin Hotel, rrugën lokale nga varrezat e dëshmorëve në fshatin Hotel, në drejtim të xhamisë së epërme të fshatit, mahallës së epërme në fshatin Hotel, në drejtim të shkollës deri te taksistët, dhe pastaj rruga nga restorant Blero në drejtim të furrës së fshatit, si dhe dy rrugica tjera në mbrëmsi të fshatit Hotel. Në fshatin Likov kemi rregulluar kanalizimin atmosferik, kanalizimin fekal, trotuarët, anësorët dhe asfaltimi i rrugës nga varrezat e fshatit Likov në drejtim të restorant Freskijës, me çka kemi dy penda atje. Me këtë investim të cilin e kemi bërë, unë mendoj se kemi zhvilluar edhe turizmin në komunën të Likovës, për arsye se kjo rrugë ka dikon rreth 3 kilometër e gjysmë gjatësi dhe çka çdo vizitor e ka shumë më lehtë dhe shumë më mirë që të arrijnë deri te restorantet apo deri te të dy pendat e fshatit Likov. Dhe në fshatin Slupçan, do të thotë nga xhamia epërme në drejtim të varrezave, rrugën të cilët e kemi asfaltuar, pastaj janë bërë shumë tretare në bashkëpunim me grup qytetarësh, organizata jo qeveritare në komunën të Likovës, dhe rrugica të cilën e kemi projektin bashkë ndërtojmë, ku kemi arrit që të shtrojmë rreth 324 rrugica në bashkëpunim me banorët e komunës tonë, ku komuna ka siguruar materialin e nevojshëm, ndërsa punën e dorës e kanë kryer banorët e lagjeve.
kemi vazhduar me kanalizimin fekal në fshatin Vaksnicë, për arsye se të gjitha fshatrat e tjerë, 85-90% e kanë kanalizimin fekal, ndërsa fshati Vaksnicë, për shkak pozicës gjeografike të cilën e ka, na pat mbet pak mbrapa dhe i dham prioritet, ku edhe dy lagje na donë që kanalizimi primar të përfundon edhe në fshatin Vaksnicë, me çka të gjitha fshatrat e komunës së Likovës, ndikon rreth 90% janë të mbuluar me kanalizim fekal. Sa i përket sferës së arsimit, të gjitha shkollët e komunës së Likovës, me vite me radhë, janë rekonstruar dhe rindërtuar, dhe të gjitha shkollët i posedojnë kushtet bashkëore për një proces edukativ arsimor, dhe aty jemi të fokusuar në avansimin e procesit arsimor, me të cilën së bashku me drejtorët, së bashku me arsimtarët, jemi të përkushtuar që të avansojmë çështjen e arsimit në komunën tonë, dhe në shkollën e mesme të cilën e kemi Ismet Jashari, ku mësimi ushtrohet me një ndrrim, dhe të gjitha kushtet i posedon ajo shkollë, dhe mësimi prapë them zhvillohet në sistem kabinetik, dhe ka rënë disiplinë, dhe kemi një avansim të arsimit në shkollën e mesme. Dhe dua të potencoj se kemi edhe 2 qerdhe në komunën tonë, edhe atë qerdhja Rrezja në fshatin Orizare dhe qerdhja Valbona 2001 në fshatin Mateq, ku para 2 muajve e hapëm atë qerdhe, e cila ka rreth 115 fëmijë të komunës tonë, dhe me kushte bashkëore të cilën e ka financuar Banka Botërore, dhe planifikimi jonë është që edhe një qerdhe të ndërtojmë në mes fshatit Vaksnicë dhe Llojan, ku jemi në proces të aprovimit të planit urbanistik dhe projektit kryesor për atë qerdhe, që të japmi lejen e ndërtimit dhe të vazhdojmë me aplikime në për thirrje të ndryshme, për arsye se komuna jonë është e shtrirë shumë, dhe mendojmë me këta 3 qerdhe, sa do pak do i ofrojmë mundësi dhe kushte prindve që më shpejt edhe të kursen kohën për të dërguar fëmijët dhe për t'i marrë nga qerdhja. Po ashtu kemi edhe qendrën me nevoja të veçanta në fshati Orizare të komunës së Likovës, ku ajo qendër ka funksionuar deri fund të muajit janar, dhe nga fundi i muajit janar nuk funksionon për fat të keq politik apo të ndryshëm, dhe jemi në bashkëbisedim me Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, që të aktivizohet prapa ajo qerdhe dhe ata fëmijë të cilët kanë qenë duke ushtruar mësimin në atë qendër të vazhdojnë edhe më tutje. Dhe në sferën e kulturës, kemi hapur shtëpinë e kulturës në fshatin Mateq, e cila shtëpi e kulturës në vitin 2001 u rënua tërësisht, dhe gjatë këtyre 20 viteve u ndërtoke pjesë pas pjese, varësisht prej sigurimit të mjeteve financiare, dhe shqyqir Zotit që arritëm që ta përfundojmë një herë për gjithmonë shtëpinë e kulturës me sallën për 420 shikues, të kemi binën atje, të kemi sallën për simpoziume të ndryshme, të kemi veshtore të ndryshme, njetë sanitare, zirët plotësuese, dhe që i plotëson të gjitha kushtet, kriteret bashkore për një shtëpi të kulturës, dhe gjithashtu rregullimin e oborrit, parterit të shtëpisë së kulturës, ku dhe me vendim të Këshillit Komunal e kemi emërtuar ndërthotë sheshi i Dëshmorit. Kështu që në pika... Po të ndërhyjmë këto të shtëpia e kulturës, dihet është promovuar para disa muajsh, dihen aktivitetet që do të jetë në kuadër të shtëpisë kulturës, mos të jetë vetëm një sallë për tubime politike edhe me aq të mbetet, po të jetë me të vërtet një vatër, një vend ku do të inicohet dhe do të zhvillohet
do të zhvillojnë aktivitete të ndryshme kulturore në komunën e Likos, sepse dihet kemi atje edhe shoqërinë kulturore artistike, jeta e re. Kemi korrin komunal. Po, urdhoni në këtë pak një elaborim më të gjerë. Për ne mbi prioritet ka qenë që të përfundojmë objektin e shtëpisë së kulturës me qelsa në dorë. Dhe pas përfundimit të atij objekti, ne u drejtuam te shtëpia e kulturës, te Ministria e Kulturës, më falni, duke kërkuar që të themelojmë institucion, që t'i ketë sektor në veti, të ketë drejtora e shtëpia e kulturës, dhe u dakorduam që të shkojmë në nivel nacional, do thot Drejtori Nacionale për Kulturë, kuadër të Ministrisë së Kulturës të themelohet. Dhe tash në seancën e ardhshme të Këshillit Komunal, kemi propozuar që të themelohet institucion kulturor, me çka do i drejtohemi ministrisë, pastaj ministria ka një komision të cilën e ka formuar, do të del në vend të ngjarjes dhe do e vazhdoj procedurën e Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku ata duhet të japin ngjyrë dritë jeshile për ta themeluar si institucion. Deri tash, nga data 28 nëntor të vitit 2024, kur e lëshuam në përdorim shoqëria kulturore Jeta e Re, e cila ka për veprimtari kulturën, artin, ushtron aktivitete në shtëpinë e kulturës, koncerte të ndryshme nga artistë të ndryshëm, të cilët e kërkojnë sallën, gjithë i kanë pa pagesë, e kanë në shërbim, si dhe korri komunal Zjadin Ismaili, aktivitetet të cilët e ushtron, tash aktivitetet e përgjithshme ushtron të shtëpia e kulturës, ku dhe objektin të cilën e kemi aty afër apo zirët e shtëpisë së kulturës, me vendim të Këshillit Komunal, të gjithë janë dhënë pa pagesë atyre shoqatave kulturore, artistike, sportive, vetëm që të kenë një hapësirë të sigurt për të ushtruar veprimtaritë të cilat i kanë. Unë, kryetar, ti përkujtojmë pak gjeneratët pak më të reja se të vjetrit e din, po edhe unë si një pëmateqi të përkujtoj se ka pasur një qendër kulture fshati Mateq në Juria, po aty ka pas kinema, ka pas sallën për koncerte, disa herë shoqëria Sokoj Bajram Shabani dhe shoqëri tjera kanë mbajtur koncerte. Do të thotë kur ka mundër para 50 vitesh e më parë të organizohen, me siguri tani keni kushte shumë optimale. Patjetër, ai vend të cilën na përkujtove, në vitin 2001, ai vend u bë shkri dhe tim. Do thot, edhe objekti i shtëpisë së kulturës që ishte aty, edhe objekti tjetër shtesë, do thot u djegën tërësisht. Dhe në vitin 2001, në atë vend dhe në atë hapësirë deri te stacioni policor, ranë dëshmor, 14 dëshmor të ushtërisë çlirimtare kombëtare. Dhe për atë arsye, nga emri i quajtur Juria, ne kemi emërtuar sheshi i dëshmorëve. Se ai vend është larë me gjak, në atë vend është sakrifikuar shumë, dhe mundohemi që ta kthejmë në mënyrën më të mirë të mundshme për banorët e komunës tonë. Unë besoj që tash kur e kemi si objekt, mundësitë dhe kërkesat do të jenë të bazuar në mundësinë të cilën na jep objekti, dhe besoj që shumë shpejt, në mënyrë institucionale, në qoftë se nuk kemi pengesa nga Ministria e Kulturës, edhe në mënyrë institucionale do e merr edhe formën të cilën i takon, do ketë drejtor, do ketë administrat, do ketë sektore të ndryshme aty për të ushtruar aktivitetet kulturore në komunën e Likovës. Po përmendet tash edhe një drejtori, po formsohet me ndërmarrje të ndryshme komuna e Likovës. Kishim vetëm ndërmarrjen Pisha deri tash, si quhet, po Pisha. Tash keni edhe ndërmarrjen Penda. Sa të punësuar janë në këtë ndërmarrje të re tani? Apo ende nuk është ekipuar? Duke pas parasysh se ndërmarrja komunale Pisha ka për veprimtari grumbullimin e mbeturinave për personat fizik dhe juridik, si dhe transportin e nxënësve të komunës së Likovës,
dhe u pa si e patjetërsueshme që të themelojmë edhe një ndërmarrje që do ketë për veprimtari, ujësillësin dhe kanalizimin. Të ndalemi te Pisha. Sa të punësuar janë nga ndërmarrja? Të ndërmarrja komunale Pisha, do thot kemi persona të ndryshëm, aktivitete të ndryshme, për arsye se në sektorin e mbeturinave dhe në sektorin e komunikacionit, transportit, pastaj kemi edhe të punësuar, të cilët miren me mirëmbajtjen e hapësirave publike, konkretisht të dëshmorëve, varrezave të dëshmorëve të kombit, kemi persona të angazhuar në Mateq, kemi person të angazhuar në fshatin Hotel, kemi person të angazhuar në fshatin Slupçan dhe në fshatin Vaksinc, të cilët përkujdesen për pastërtin, për ruajtjen e hapësirave të varrezave, për t'i ujitur lulet apo gjelbrimin të cilën e kemi aty, dhe në transport, mbeturina dhe këtë sferën e mirëmbajtjes së rregullimeve, dikun kemi rreth 29 punëtor dhe besoj që ata i kryen të gjitha veprimtaritë e duara, dhe për fat të mirë nuk i kemi probleme të cilët i kanë disa ndërmarrje apo disa komuna të ndryshme. Ndërmarrja Pisha nuk ka borxhe asnjë denar ndaj asnjë personi fizik apo juridik. Sigurisht edhe rrogat, ndërsa po, rrogat ndahen me rregull, asnjë rrogë borxh ndërmarrja nuk i ka punëtorëve, të cilët janë punëtorë, të cilët e meritojnë mas shumti prej të gjithë neve që spaku rrogat ju sigurohet dhe kushtet të cilët i kanë në punë, dhe besoj që është një privilegj dhe një arritur e drejtoreshës me të gjithë punëtorët që mos të kenë borxh ndaj askujt dhe rrogët të jipen në mënyrë të rregullt, si dhe rritjen e rrogës jashtë limitit të ligjit, do thot 5% më shumë rrogë marrin punëtorët e mbeturinave, kështu që mundohemi me ato mundësi të cilat i kemi, që ata punëtorë do thot të kenë kushte sa më të mira, dhe kemi ndërmarrjen tjetër komunale Penda, të cilën e themeluam me vendim të Këshillit Komunal, dhe një përkushtim i jashtëzakonshëm në mandatin e dytë ka qenë që një herë përgjithmonë ta mbillmi çështjen e ujësillësit për tërë vendbanimet fushore të komunës së Likovës, e cila ka qenë ëndër e kahmoshme, kërkesë e kahmoshme e banorëve të komunës tonë, është konë send elementar për të siguruar ujin e pishëm. Ajo padrejësi shekullore të cilën na është bërë si komunë, si banorë të komunës tonë, nga 2 penda, nga 2 diga të cilët i kemi, që të mos kemi ujë për pije, besoj që në mandatin e dytë dhe shumë vite më herët në mënyrë kronologjike të cilën kemi punuar, arritëm që ta përfundojmë si projekt dhe nga data i 3 prill të lishojmë testimin në 3 fshatra të komunës tonë për të vazhduar edhe në 5 fshatra të tjerë më njëherë, dhe nga data 17 prill, do thot uji do të lëshohet në këto 3 fshatra të komunës tonë, dhe me njëherë pas këtyre 3 fshatrave do vazhdojnë edhe në fshatin Vaksinc, Slupçan, Mateq, Vishtis në Kushtak, ndërsa nga data 3 prill është lëshuar në Likov, Orizar, Slupçan. Me çka 8 fshatra të komunës tonë, me njëherë nga data 17 prill do të lëshohet uji deri te rezervuarët, ku dhe i pranojmë kërkesat e banorëve të komunës tonë për të nëshuar kontratët dhe për t'i bërë kyçet e duara. Ndërsa për fshatin Ropalc dhe Opaj, mjetët janë të siguruar nga viti 2023 në Ministrinë e Ambientit, Qetësor dhe Planifikimit hapësinor, në bazë të linjës kreditore të Bankës Botërore, ku ne si komunë kemi dorëzuar të gjitha dokumentet e nevojshme, vetëm presim nga ana e Ministrisë që të banë shpalljen publike dhe të fillojnë punë ndërtimore në këta 2 fshatra, me çka do të rrumbullaksohen 11 fshatra të komunës së Likovës me ujë të pastër për pije. Shpesh më pyesin gazetar Maqedonas
pse jeni kundër banorëve të komunës së Kumanovës që të marrin ujë nga penda e Glazhnjës ose Likovës. Dhe unë habite me pyetjen e tyre se unë si kryetar, së bashku me Këshillin Komunal, administratën komunale, ne nuk jemi kundër, po ne jemi kundër padrejtësisë se ne si banorë të komunës së Likovës mos të kemi ujë për pije. Këtë kemi kërku që edhe ne të jemi pjesë e shfrytëzimit të ujit të pishëm. Dhe arritëm që të përfundojmë filter stacionin mbi fshatin Likov, arritëm që të përfundojmë objektin sedimental mbi fshatin Likov, arritëm që të ndërtojmë stacionin e pompimit aty, arritëm që të ndërtojmë rezervarin prej 1.000 kubikësh dhe në për fshatrat e tjerë të cilët i kemi bërë në disa fshatra rekonstruimin e rezervareve, në disa fshatra ku ka munguar ndërtimin e rezervareve të ri, rrjetit të ri në disa fshatra me rimetimin e rrjeteve, dhe kështu kemi arritur që deri në këtë moment mjete financiare dhe punë të cilët krijen të sigurojnë për të gjitha fshatrat fushor të komunës së Likovës, me çka besoj se shumë shpejt qytetarët tanë do kenë ujin e pastër për pije. Shfrytëzoj televizionin e juaj që të apeloj deri te banorët e fshatrave të komunës tonë se në mënyrë sa më masovike të dorëzojnë kërkesat për kyçje te... Sa kushton kyçja? Kyçja kushton 350 euro me të vëshët. Në disa portale, ose disa reagime, ju duket shtrejt pak. Është kjo shtrejt apo është çmim real? Duke pas parasysh se ne jemi konsultuar dhe kemi marrë mendim nga Komisioni Rregullator, për arsye se Komisioni Rregullator vendos çmimin e ujit, çmimin e naftës dhe çmimin e energjisë elektrike, dhe ne jemi të obliguar si komunë që të kërkojmë parametrat kryesor për të caktuar çmimin e ujit të cilën duhet ta fakturojmë te banorët e komunës tonë, po ashtu edhe çmimin për të blerë ujin nga Drejtoria e Ujrave. Se shumë qytetarë më pyesin dhe mendojnë që ne menaxhojmë me pendën e Likovës dhe Glazhnjës. Në bazë të ligjeve pozitive, menaxhon Drejtoria e Ujrave. Edhe ne kemi kërku mendim nga Drejtoria e Ujrave për kyçje. Drejtoria e Ujrave na ka vendos orën motse te penda e Glazhnjës, ku uji i cili vjen te filterstacioni numërohet dhe çdo muaj ata na fakturojnë ndërmarrjes penda dhe ne do ta paguajmë aty te Drejtoria e Ujrave. Drejtoria e Ujrave që është fusha e Kumanovës dhe Lipkovës ashtu. Po, ajo drejtoria është e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë. Për fat keq, na nuk kemi një decentralizim të duhur në shtetin tonë dhe për atë arsye ne si komunë nuk menaxhojmë me ujrat llogariten si pasuri shtetërore, pijet, malet llogariten si pasuri shtetërore dhe fushat, toka pjellore llogariten si pasuri shtetërore. Ne menaxhojmë me kategorinë e dytë të ndërtimit dhe me arsimin fillor dhe të mesëm. Dhe për atë arsye bëhen disa punë të cilat nivel të shtetit, të cilat nuk janë të arsyeshme edhe për komunën. Për arsye se ne afër 2 pendeve aty, ujin do ta blejmë si komunë. Ta servojmë, ta filtrojmë edhe t'ja dorëzojmë qytetarëve të komunës tonë. Edhe te kyçja ne jemi konsultuar edhe me qytetin e Kumanovës, edhe me komunën e Çajirit, edhe me komunën e Zhelinës, edhe me komunën e Bogovinës, Vrapçishtit, Gostivarit, Kërçovës, do të thotë të gjitha gravitojnë mbi 400 euro deri në 700 euro kyçje. Ne kemi shku në çmim bazë vetëm për të mbuluar shpenzimet të cilët duhet të krijen rreth kyçjes së personave fizik dhe juridik, dhe mundësia tjetër është në rast se një personi i duket shtrejt 350 euro, e ka mundësinë e ditë që ta paguajë vetëm taksën deri te Komisioni Rregullator 50 euro, ndërsa punët e tjera ti siguroje vetë, duke blerë shahtin, duke blerë orën, zorën dhe punët të cilët duhet i krije në mbikëqyrjen e inspektorëve të ndërtimit kuadër të komunës dhe ndërmarrjes penda. Do thotë vetëm 50 euro pagun, ndërsa vetë ban kyçjen dhe aty
përfundon Po kontrata. ato familje që qëndrojnë dopt ekonomikisht, ju mundsohet ky 350 euro të paguhet në këste apo ndonjë mënyrë tjetër lehtësuese? Ne në bashkëpunim me bashkësitë lokale, me të cilët do kemi takim javën e ardhshme, do e vendosmi një kriter për familjet të cilët realisht nuk kanë mundësi që ta bëjnë edhe atë shumë të vogël të cilën e kemi para pa, dhe atë kategori në bashkëpunim me bashkësitë lokale, me këshilltarët komunal, do i lirojmë tërësisht nga taksa. Ndërsa, për ata tjertë, nuk ka mundësi se si ndryshe t'i kyçesh. Nuk ka rast në Republikën e Maqedonisë së Veriut që kyçje e ujit, kyçje e rrimës, bëhet pa pagesë. Kështu që mendoj që ajo çka është më e rëndësishme, ne siguruam ujë të pastër për banorët e komunës tonë. Se deri sot kemi shfrytzuar ujë të cilën nuk e kanë kontrolluar askush, nuk është filtruar nga askush dhe nuk e dim se çfarë ujë edhe kemi pirë. Nga puset e ndryshme, nga burimet e ndryshme në pije, me këtë tretman tash që bëhet, do të thotë edhe testimet të cilët i kemi bërë 3 javë nga Instituti i Shëndetit Publik, do thotë ujin e kemi të pastër me laboratori, me personel profesional të cilët janë punësuar aty, të cilët e kontrollojnë, laborante, biokimiste, të ndryshme, Instituti i Shëndetit Publik që ka obligim ligjor 3 herë në javë që të merr mostra të këtë rezultate konkrete. Këto janë të gjithë në kuadër të ndërmarrjes pende, ashtu. Qashtu, dhe në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik. Kryetar, ky projekt që aso kohë u quajt edhe mega projekt, zgjati goxha si shumë. Diku prej 2009 apo 2010 ka filluar në kohën e Sadullah Durakut sa ishte kryetar. Ani pse ka zgjatur goxha si shumë? Do t'i mbuloj kërkesat e të gjithë komunës së Likovës, banorëve të gjitha fshatrave, të gjitha vendbanimeve, për sa kohë pritet definitivisht të rrumbullaksohet dhe do të kemi çezme në çdo shtëpi të komunës së Likovës. Projekti është një ndër projektet më kapital për komunën e Likovës. Dhe kyçja është bërë nga pende e Glazhnjës në bazë të feasibility studimit që të ketë ramje të lirë të ujit për fshatrat e komunës tonë, me çka na jepet një mundësi banorëve të komunës tonë që mos të paguajnë çmim të shtrenjtë të ujit, i cili do vike nga pende e Likovës në rast se u kyçmi, dhe kështu që është bërë tubacioni i ujit njerë. Nga pende e Glazhnjës, në fshatin Likovë, ka vazhduar Orizar Opaj, Orizar Slupçan Vaksnic Llojan, dhe krau tjetër nga fshati Likovë, Hotel, Mateq, Vishtic Nikushtak. Pastaj rreth rekonstruimeve, ndërtimeve të rrjeteve sekondare të rezervarave, në disa fshatra rezervara të rinj, në disa fshatra rekonstruimin e tyre, dhe objekti i filterstacionit, objekti sedimental, rezervari kryesor aty, që është bërë stacioni pumpimit, dhe deri që të vim në këtë pikë që nga ana Ministrisë Ambientit Jetësor që të na jepet leja e përdorimit të atyre objekteve dhe ta lëshojmë në përdorim ujin e pishëm. Në 8 fshatra të komunës tonë, edhe atë Llojan, Vaksnic, Slupçan, Orizar, Likov, Mateq, Vishtic, Nikushtak, ne jemi gati që ta lëshojmë ujin në përdorim. Nga data i 3 prill, vetëm se është lëshuar uji i testimit në 3 fshatra. Nga data 17 prill, do lëshohet edhe çezmat në këta 3 fshatra. Pastaj do shkojmë në mënyrë permanente edhe në 5 fshatra të tjerë, edhe nga Ministria e Ambientit Jetësor, ku mos përsëritna, janë siguruar mjetet financiare për ata 2 fshatra, do të thotë Ropalc dhe Opaj, ku janë përgatitur projektet, janë përgatitur elaborate të ndryshme, është dhënë leja e ndërtimit, është aplikuar nga ana e komunës deri te Ministria e Ambientit Jetësor në vitin 2023, mjetet janë të siguruara përmes Bankës Botërore, dhe me çka do thotë
do të sigurohen të gjitha fshatrat fushor të komunës tonë. Pak më parë përmendet edhe ndërmarrjen pishe, folëm pak edhe për këtë ndërmarrje. A do t'i vije fundi asaj fotografie të shëmtuar që është në fund të komunës, në mes fshatrave, një kushtak me deponin. Po ajo që është edhe më brengosës, janë disa deponi të egra, si që është rasti mbi fshatin Slupçan, apo tek parku që veç e njohin të gjithë në komunën e Kumanovës dhe të Likovës. Pastaj kemi edhe Kahpenda në një vend atraktiv turistik. Do shta tash pak në mas pak më të vogël, mirë po edhe pse vendosët trotuare, edhe mburojat prej betonit, Kahpenda prapë hudhër në sasi të mëdha të betonit, të rrënojeve të ndryshme. Si do t'ja dalë inspektorati i komunës së Likovës që ti stopoj, apo të gjejë ndonjë vend pak më adekuat? Ne si komunë, për ndërtimet e forta, me të cilët të bëhet prishja objekteve të ndryshme, kemi vendim të Këshillit Komunal, ku janë përcaktuar cilët vende janë të orientuar fshatrat tonë që t'i hudhin ato mbeturina të forta. Po për fat keq, kemi disa persona të pandërgjegjshëm, të cilët hudhin vende pa vend, me çka na bëjnë që të ndihemi jo mirë edhe neve si institucion, po edhe banorët të cilët dhe misafir nga komunat e tjera, të cilët i vizitojnë ato dy penda, konkretisht te penda e Likovës, ku është rregulluar rruga lokale, është bërë një pamje krejt ndryshe aty, dhe në vendin e quajtur afër murit të pendës së Likovës, ku në atë hapësirë ne kemi planifikuar që të bëjmë një parking për të gjithë vizitorët të cilët vinë që të shëtitin, që të ndrojnë ambientin aty, dhe shumë shpejt do fillojmë me rregullimin e parkingit aty, dhe me çka edhe kjo deponi e fortë e egër të cilën e përdorin disa persona, do merr një pamje krejt ndryshe dhe do të shfrytëzohet nga vizitorët e komunës së Likovës dhe më gjerë. Ndërsa të deponia në fshatin i Kushtak, në vendit të cilën është afër rrugës regionale, është vend ma jo i përshtatshëm. Unë mendoj në bazë të territorit të komunës tonë, rreth përskenj rrugës regionale, dhe unë në vitin 2017, kur mora mandatin si kryetari i komunës së Likovës, kërkova që të bëj dislokimin e vendit prej aty, dhe në atë kohë nuk na është lejuar, për arsye se ka vendim në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në Ministrinë e Ambientit Jetësor që mos të lejohen dislokimet e deponive, por të mbillen tërësisht. Dhe në atë moment, na nuk keshmi mekanizëm juridik se si të veprojmë atutje, përveç se ta mbirmbajmë në atë vend ku është aty. Dhe në vitin 2018, nga Banka Evropiane Investuese dhe nga Birxhi, u siguruan 36 milion euro në nivel të regionit Verilindor nga Ministria e Financave dhe Ministria e Ambientit Jetësor, që të ndërtohet deponia regionale apo fabrika për riciklim të mbeturinave, ku bën pjesë edhe komuna e Likovës në këtë region, dhe pastaj kaloi faza e parë, ku neve si komunë na dhuruan disa kamiona për grumbullimin e mbeturinave, disa shporta të mëdha dhe të vogla për qytetarët e komunës tonë, dhe na obliguan që të themelojmë ndërmarrje ndërkomunale në nivel të regionit, edhe në nivel të regionit u themelua e ndërmarrje dhe participuam me mjete financiare dhe komuna e Likovës, dhe pasoj si fazë tjetër ekspropriimi disa parcelave të deponia aty, ku ishte obligimi komunës, edhe ne i kritëm të gjitha obligimet administrative financiare që u dashke, dhe me të gjithë përgjegjësia administrative të Ministria e Financave dhe të Ministria e Ambientit Jetësor.
Dhe nga i moment aty, të gjitha komunët, jo vetëm komuna e Likovës, edhe komuna e Kumanovës, edhe komuna e Staronagëriçanit, Rankocës, Kratovës, Kriva Pallankës, dhe pastaj e shtinën edhe komunën e Sveti Nikollës, që të jetë pjesë e këtij projekti, dhe fabrika të ndërtohet në mes komunës së Sveti Nikollës dhe komunës së Kumanovës, dhe të gjitha mbeturinët nga komuna e Likovës të shkojnë atje. Dhe jemi në pritje nga Ministria e Ambientit Qetësor dhe Planifikimit në hapësinor se kur do fillon të ndërtohet fabrika e cila është planifikuar shumë më herët që të fillohet dhe për fat keq deri në këtë moment nuk ka filluar. E vetmja zgjidhje për tërë këta komuna dhe mjetet të cilët i ka siguruar Unioni Evropian deri te Ministria e Ambientit Qetësor dhe deri te Ministria e Financave është që të ndërtohet fabrika dhe të mbillet ajo deponia e cila është në fshatin e Kushtak dhe të shndrohet në park. Ashtu është i paraparë në bazë të projektit të cilën e ka përgatitur Ministria kompetente. Kryetar, rrallë ndonjë komunë tjetër ka pasuri natyrore, begati natyrore, siç ka komuna e Likovës. Ka pyjet, ka malet, ka fushat, ka viset kodrino-malore, ka të gjitha parakushtet për zhvillimin e turizmit rural që edhe përmendat në fillim të emisionit. A keni ndonjë strategji zhvillimore që më në fund të jetësohen shumë gjëra në komunën e Likovës sa i përket të këtij segmenti të zhvillimit? Tash nuk mund të flasim për zhvillim rural vetëm me hapjen e disa restoraneve mos i përmendim tash fshatrat fushore, por janë Likov, janë 3 restorane apo sa tash më janë, kemi tash në Izvor, kemi në Bellanac. Mirë, po nuk kemi hotele për shembull, ku ndoshta do të kishte interesim për vizitor. Sa ofron komuna ide apo iniciativa të këtilla? Keni diskutuar edhe për këtë? Ne si komunë do të thotë dyert i kemi të hapura për çdo investitor i cili ka shprehur vullnet që të investojë në territorin e komunës së Likovës, dhe ne kemi tokë ndërtimore të cilën mund t'i afrojmë investitorëve të ndryshëm. Dhe gjithë personat fizik apo juridik të cilët janë orientuar në komunë dhe kanë dorëzuar kërkesë për të filluar një plan urbanistik për ndërtimin e restoranteve të ndryshme, hoteleve të ndryshme, bazenave të ndryshme, vikend shtëpisave, janë pranuar nga Komisioni i Urbanizmit pas selektim dhe nga Këshilli i Komunës së Likovës. Do të thotë të gjithë që kanë dorëzuar deri sot kërkesa, të gjithë janë pranuar. Kemi disa që kanë përfunduar dhe kemi disa të cilët janë në proces të aprovimit të planeve urbanistike. Por ne si komunë, në bazë të programës tonë zhvillimore të turizmit fushor dhe malor, kemi filluar shumë më herët që të përgatismi plan urbanistik për ndërtimin e hoteleve, moteleve, restoranteve, vikend shtëpisave, bazeneve të ndryshme te Penda e Glazhnjës, rrugës për në fshatin Gushic dhe rrugës për te Lumi apo Reka e Brezës. Dhe aty kemi hasur në pengesë nga Drejtoria e Ujrave për arsye se nuk na kanë dhënë mendim se zona mbrojtëse e Pendës Glazhnjës sa metra është. Paramendo në institucion qendror, sikur që është Drejtoria e Ujrave, nuk e di se sa ka zonë mbrojtëse Penda e Glazhnjës. Dhe pastaj u dasht që të takohemi me drejtorin, të konsultohemi, të sigurojmë mjete buxhetore nga Ministria e Financave, që ato mjete t'ju dorëzohen Drejtorisë së Ujrave. Drejtoria e Ujrave të ndryshoj planin vjetor të furnizimeve publike, të shpall konkurs, të lidh kontratë, të përgatitet ai elaborat, të dorëzohet në Ministrinë e Ambientit Qetësor, të shkojë në Ministrinë e Shëndetësisë, prej Ministrisë së Shëndetësisë të dorëzohet në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Prej atje ju kthye me vërejtje të ndryshme, u korrigjuan, u dorëzuan në qeveri dhe tash jemi, ky proces është 3 vjet, që e presim Drejtorinë e Ujrave që të na japë
pëlqimin apo mendimin se sa është zona mbrojtëse dhe ne ta aprovojmë planin urbanistik. Vetëm kjo pengesë është që të aprovohet ai plan urbanistik dhe t'i thirrmi investitorët e ndryshëm që të mund të investojnë në atë vend, që mendoj se Penda e Glazhnjës me atë bukuri që e ka falë Zoti i gjithësisë, nuk ka vend tjetër më të mirë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, vetëm duhet me dokumentet të jemi gati dhe të bëjmë atë prezentimin publik ku do të lajmërohen edhe investitorë të ndryshëm. Dua të theksoj se rruga regionale e cila është bërë nga fshati Slupçan në drejtim fshatit Allashec, Izvor Bellanoc, pika kufitare Bellanoc Stančić, ku është ndërtuar edhe ajo pikë kufitare në mandatin ku unë jam kryetari i komunës së Likovës, ku ka qenë kërkesë shumë e kakmoqshme e banorëve të Likovës, Kumanovës, Gjilanit, Vitins, dhe ai vend prej ditës kur u lëshua në përdorim pika kufitare ka marrë një pamje krejt ndryshe, një gjallërim dhe ka shumë investitorë të cilët kanë investuar vikend shtëpisa, kanë investuar në restorante të ndryshme, me shka mendoj që ka edhe gatishmëri nga ana e shumë investitorëve që të investojnë në objekte të cilët do ulme edhe pamposi në komunën e Likovës. Kryetare, është kjo edhe një apel për të interesuarit kush do të investojë në këtë fushë në komunën e Likovës të trokas në dyert e juaja? Patjetër, unë çdo vit para aprovimit të buxhetit të komunës së Likovës, mbajmë takime të ndryshme me shtresa të ndryshme të shoqërisë, ku kemi edhe dyert të hapura për çdo iniciues, për çdo banor të komunës së Likovës, që të vjen dhe të jep propozime të ndryshme, sugjerime të ndryshme, vërejtje të ndryshme. Ne kemi edhe zonën industriale, kuadër të komunës së Likovës, dikun 15 hektarësh, afër mullirit Ramadani në fshatin Ropalc, dhe ajo zonë është e parapar për zhvillimin e biznesit të vogël dhe të mesëm. Dhe apeloj të gjithë ata që kanë interes që të investojnë 15 hektarësh janë në disponim të biznes sektorit të mesëm dhe të vogël. Ndërsa me masat të ndryshme të cilët i kishte Agjencioni për Punësim dhe Agjencioni Zhvillimor Pagesor nga komponenta IPART, kemi angazhuar dhe kemi organizuar disa takime të ndryshme me vetëm mundësi që të informohen biznesmenët e ndryshëm, qytetarët e ndryshëm, se cilët janë ato mundësi dhe për të përfituar mjete financiare për të investuar në atë veprimtari të cilën e ushtrojnë. Kryetar, vazhdimisht nga regjia po më sinjalizojnë se po i afrohemi fundit emisionit, dal nga dal 55-6 minuta, kaluan sikur të kishin kaluar shumë më pak, tema është interesante. Më intereson gjithë këto që i përmendat. Keni konsenzus në punën e Këshillit Komunal për sjelljen e vendimeve, me që jetojmë në pluralizëm, natyrisht kemi edhe laramani në përbërjen e Këshillit. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim, do thotë në Këshillin Komunal kemi 13 këshilltar. Një është i pavarur, do thotë 14 këshilltar. Në 2 këshilltar i ka alternativa, janë 16 këshilltar. Në 2 këshilltar i ka Aleanca për shqiptarët, edhe 1 këshilltar e ka Besa. Do thotë kemi shumicë absolute në Këshillin Komunal, por pavarësisht numrave, unë nga dita e parë kam kërkuar nga të gjithë këshilltarët komunal që fokusin ta kemi te qytetari nga të cilët kemi marrë verdiktin e popullit dhe për çdo projekt, për çdo propozim i cili i jepet në Këshillin Komunal të ketë debat, të ketë arsyetim dhe më në fund të ketë argumentim. Kemi pasur raste të ndryshme kur edhe nga këshilltarët e opozitës, në qoftë se kanë propozuar diçka ndryshe dhe është argumentuar të unë se mirë është këtë soj ta përkrajmë, ne do të thotë kemi përkrah pa rezervë dhe besoj që kemi një unifikim në Këshillin Komunal dhe mendoj që ashtu duhet vazhdohet
në të mirë të qytetarëve të komunës tonë. Gjatë këtij mandati keni mbetur diçka pa realizuar që keni premtuar? Ajo që është më e rëndësishme, unë që shoh te banorët e komunës së Likovës, çka kërkojnë ata, është që dyert të jenë të hapura për çdo banor të komunës së Likovës. Të jemi në kontakt të përditshëm me të gjitha autoritetet në përfshatra të ndryshëm dhe në proces ku jemi të ujësjellë, si prapë të them, që të përfundojmë brenda këtij mandati dhe qytetarët tonë të kenë ujë të pastër për pije. Dhe në fund, nëse do kandidoheshit prapë për kryetar të komunës së Likovës, ku do të orientoshit fokusin e aktiviteteve? Kush do të jetë prioriteti i punëve tua në të ardhmen? Realisht, në komunë të Likovës, nga viti 2017 deri në vitin 2025 kemi një ndryshim tërësisht të fizionomisë të komunës së Likovës dhe punët të cilët kanë qenë, do të thotë, më primare, më kapitale dhe më birokratike, kemi arritë që t'i përfundojmë dhe të vim deri në një moment ku jemi sot. Unë nuk dua të flas shumë, por qytetarë të ndryshëm të cilët gravitojnë nëpër ato fshatra, mysafirë të ndryshëm, banorë të cilët jetojnë nëpër ato lagja, e ndjejnë atë ndryshim, do të thotë, të infrastrukturës komunale aty. Dhe ne fokusin do ta kemi te zhvillimi ekonomiko lokal në komunën e Likovës dhe avancimin e çështjeve të procesit edukativ arsimor, të zhvillojmë në aspekt të planeve urbanistike, të udhëzojmë edhe njerëzit edhe banorët edhe të gjithë që duhet të mirën lejet e ndërtimit, do të mirën në mënyrë institucionale të paguhet tatimi, të paguhet taksa komunale, të mirën lejet e ndërtimit për çdo ndërtim i cili bëhet, edhe t'i ofrojmë mundësi bizneseve të ndryshme që të ndërtojnë në ato hapësira ku i kemi të urbanizuara. Për të gjitha këto, sigurisht do t'ju ftojmë sërish në emision, kuptohet nëse kandidoheni, nëse ju kandidon Bashkimi Demokratik për Integrim me kërkesë të antarësisë së komunës së Likovës, do të bisedojmë gjëra gjatë. 60 minuta ja po rrëmbëllaksohen, aq është emisioni. Me siguri kemi edhe shumë tema tjera për të biseduar. Vetëm nëse mundet, harrohet të përmendi se në shkollat tona kemi ndërtuar edhe shumë salla të sportit. Edhe atë në fshatin Opaj, në shkollën fillore komunale 7 Marsi, në shkollën fillore komunale Anton Zako Çajupi në fshatin Hotël, në shkollën fillore komunale Kultura në fshatin Mateç, dhe tash jemi në proces sipër të përfundimit të ndërtimit të sallës së sportit në shkollën fillore komunale Rilindja në fshatin Llojan, si dhe ndërtimin e terreneve sportive multifunksionale, ku të fundit e kemi në shkollën fillore 5 Tetori në fshatin Ropalc, ku jemi në proces të aktiviteteve ndërtimore, dhe kështu që ndoshta kemi harruar edhe shumë projekte tjera të cilët i kemi realizuar. Me juve duhet shumë minutazh më e gjatë. Por ajo që është më rëndësishme, besoj se shikuesit tanë, banorët e komunës tonë e shohin, dhe kërkesa tjetër ishte e familjeve të dëshmorëve, organizatës së luftës SHVL UÇK që të ndërtohet kulla për kujtimorët e varrezat e fshatit Slupçan, ku arritëm atë kërkesë e cila ishte 20 vite, ta përfundojmë dhe të kemi një kull që i përfaqëson të gjithë liridashit e vitit 2001. Kur jemi tek terrenet sportive dhe klubi futbollistik Besa, respektivisht stadiumi Abdelmexhid Shahini bëhet me bar, do të ketë edhe tribuna, si duket ashtu. Po sa që është më rëndësi si vjetë startoj edhe Liga Komunale në futbol me pjesëmarrjen e sa 6 ekipeve. Keni menduar edhe për ta zgjeruar, për ta avancuar edhe Ligën Komunale në futbol? Na fal regjia, po do ta i kalojmë pak. Do e vazhdojmë. Do të thotë Komuna e Likovës
aprovon programe të ndryshme për kulturë, art dhe sport. Edhe të gjithë shoqatat e ndryshme kulturore artistike mbështeten financiarisht nga Komuna e Likovës edhe mbështeten me sigurimin e hapësirave të ndryshme në përshkolla të shtëpia e kulturës Matexh, që të shfrytëzojnë ato hapësira publike. Dhe ashtu se si e that, ishte një kërkesë e lojtarëve të ndryshëm, e fshatrave të ndryshëm, që të themelohet Liga e futbollit në komunën tonë. Dhe për fat mirë i falenderoj të gjithë futballdashësit që i banën 7 ekipe dhe themeluan Ligën e futbollit në komunën e Likovës. Dhe të gjitha ekipet e futbollit do thonë mbështeten nga Komuna e Likovës, edhe financiarisht, edhe në çdo aspekt tjetër, me ato mundësi kuptohet që i kemi si komunë, por atë që e di se nga të gjitha komunët rurale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Komuna e Likovës siguron më shumë jetë për të gjitha klubet e futbollit, klubet sportive të cilat i kemi në komunën tonë, dhe kemi klubin e futbollit Besa në fshatin Slupçan, të cilët janë që na bëjnë shumë krenar me çdo aktivitet të cilat e bëjnë, edhe Komuna e Likovës në bashkëpunim me FFM-n në Republikën e Maqedonisë së Veriut arritëm që ta realizojmë projektin për rregullimin e stadionit Abdul Mexhidi mbi fshatin Slupçan. Atë financon edhe Ministria e Sportit, ashtu? Atë financon vetëm FFM-ja. Vetëm FFM-ja, dërsa rreth dokumentacionit administrativ, teknik, vendim Këshillit Komunal, kërkues kemi qenë Komuna e Likovës. Dhe është i pari stadion me vlerë mbi 330.000 euro, me mjete të FFM-s që realizohet në Komunën e Likovës. Kryetari, ishte kënaqësi që të pata mysafir. Sigurisht pas disa muajve sërish do të kem ndoshta si kandidat për mandat të tretë. Unë të falenderoj që ishe mysafir në televizionin Festa, por të gjitha këto që i thatë do t'i dëgjojnë dhe do t'i dëgjuan dhe i panë të gjithë shikuesit në Kumanov, në Kërçov dhe në mbar botën ku dëpërton sinjali televizionit Festa. Suksese! Faleminderit shumë për kohën e juaj të çmuar dhe ju faleminderoj në emër të banorëve të komunës tonë se televizioni juaj i shërben ata banor vite me radhë. Vite me radhë, 30 vite, një çerek shekulli. Dhe jemi mirënjohës si institucion, si banor të komunës tonë për angazhimin e juaj profesional në të mirë të banorëve të komunës së Likovës dhe në të mirë të banorëve në përgjithësi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, dhe juve ju falenderojmë për vëmendjen dhe kujdesin që patët gjatë këtyre 6 minutave së zgjatje podcasti sot fol i televizionit Festa. Mirupafshim me episodin e radhës.